shfaqë si shtonë ata është e paplanuar shumë se si politikanët janë duke trajtuar faktin e Kosovës, derisa si Dëniti nuk ka një qëllim nga ata për çështjen e presidentit. Prandaj për të shfaqur pak në cilën të kohën janë dhënë një grup shokësh si sociacioni dhe kanë dalur për të thënë qëndrimet e tyre pikërisht para oborit të kuvendit ku edhe dalin deputetët nga një seancë, nga një vazhdim i seancës të dështuar. Sabit Kadriu nga moment, ne jemi një grup shokësh të cilët kemi marrë një vendim që të shprehemi ndjenjatën tonë për mos zgjedhjen e presidentit, sepse si dini madje se ne vetë është kaluar edhe është të kënaqshme për arsye se delegatët, deputetët, kur dalin i kërkojnë votat, i kërkojnë që të jenë pranishëm në kuvend. Domethënë ata votojnë për me qenë kuvend, jo në për kategori ose në kultura. Kjo puna indinjon për faktin se deputeti duhet me qenë kuvend, edhe në 3 raste ai duhet ka mundësi të votoj për, të jetë kundër ose të abstenoj. Ata asnjërin nga këtu nuk po i zbatojnë, edhe pse edhe gjykata kushtetuese e ka bërë një hipokrizi këtu, për faktin sepse deputetët në moment që dele merr votën ai thotë unë jam përfaqësuesi i popullit, është deputet i popullit. Ne kërkojmë që të zgjidhet kryetari sot. E kanë gjetë një zonë, e kanë propozuar, është shumë mirë, jemi në dakord, ama vetëm dhe zgjedhjet ne është dashur një statuj, dhe se nuk do kishim mirë, një statuj të ndërtojnë ta kishim një deputet. Jo më kur Kosova, nëna shqiptare kanë lindur, gjithë ata bi që mundet se cili ta udhëheq, domethënë Kosovë në këto rretana shumë të vështira, në për cilat po kalon jo vetëm Kosova dhe Ballkani, po edhe regioni përtej ju po e shihni edhe problemet ndërkombëtare të cilat sot po vlojnë edhe ne nuk kemi një president. Kush e duket që ka barën kryesore për këtë proces që nuk po gjejnë një president për ta vënë? Po, barën kryesore kanë deputetët. Deputetët. Ata të cilët e braktisin kuvendin janë sabotatorë. Ata domethënë në momentin të cilët e kanë marrë votën dhe nuk qëndrojnë kuvend për ta kryer misionin e vet, ata për mua janë sabotatorë të popullit dhe votës të cilën e kanë marrë. Nëse do të kemi një rast që do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, siç po shihet rruga, dhe nuk po mundet për një marrëveshje politike, do delni për të votuar, a një lodh nga zgjedhjet? Sigurisht, jo vetëm ne, po gjithë populli është i lodhur nga kjo. Uroj që të mos shkohet në zgjedhje të tjera, sepse ka mundësi sot të bëhet zgjedhja e deputetit, e po mendoj e kryetarit, deputetët janë, për ata paguajnë, për ata i kanë marrë votat, prandaj nuk ka nevojë të shkojmë në zgjedhje të tjera, sepse situata do të kthehet pastaj edhe më keq se është, në zero do të kthehet, prapë do të kemi të lashe të tjera, kështu që është momenti më i favorshëm është që sot të kryhet edhe zonja e cila është e propozuar, nuk e di se kush e ka propozuar, kanë mundur që të propozojnë të gjitha partitë politike, pse nuk kanë propozuar. Ka njerëz mjaft, edhe sot është dashur të marrë fund zgjedhja e presidentit të Kosovës. Ne pikërisht për këtë çështje kemi dalur, natyrisht nuk kemi 30.000, po kemi dalur për të shprehur zërin e atyre njerëzve të cilët mund të jenë sot këtu. Domethënë, po sigurisht që nëse kjo nuk bëhet, atëherë do të jetë puna shumë e keq, sepse Kosova do shkojnë në një kaos, dhe kaosi i konvenon vetëm armikut të këtij populli dhe jo popullit tonë. Populli e ka dhënë votën. Populli i ka dhënë votën jo me nejtë për kafiteri deputetët, po për me qëndru në sallën e kuvendit aty ku zgjidhen problemet, aty ku duhet të votojnë. Le të votojnë kundër, le të votojnë pro, ose le të abstenojnë, ama duhet të zgjedhet president. Faleminderit shumë për të ndihmuar. Faleminderit. Në ndërkohë ne do të qëndrojmë